Ani, pse virtualisht? Përshëndetje, lojtë jenë mirë, që nuk jam pjesë panelit, por Regjia e kam pak të pamundur ta ndëgjoj Delvinën. Delvina, faleminderit shumë për kohën. Do të flasim pak për juve, për poezitë edhe për dashurinë që ti ke për të shkruar. Na trego pak për veten fillimisht. Kur ka filluar ky pasion, kjo dëshirë? Pasioni i shkrimin e një dashuri, imazhin që kërkojnë e zbardhën dhe qitë Delvina? zemrët. Delvina, si që duket, ke probleme me rjetin, nuk është se po të ndëgjojmë shumë mirë në studio? Po? Po, tani duket pak më mirë, të provojmë edhe një herë. Po, është ma mirë, po, faleminderit. Në pasioni i shkrimin parë në familji, të nga një dështuat dhe të fjallën për imazhin e zbardhjeve dhe që ka rritë të zemrat e njerëzve. Qish prisha e rem, mendoja se poezia është një mënyrë për të reflektuar mendimet e mia më intime zë emocioneve që shpesh janë të vështira për shpejt. Kështu vazhdova të shkruaj për bankat shkollore e që e dhe në shqiptarëve shqiptarë në Maqedoni. Sot jam qytetarë shqiptarë e cila shqiptarë dhe shumë të ashtë në pjesë të sa. Regjia, ju lutem, më informoni pak, sa i përket në qoftë se e ndëgjuam Delvinën ashtu si që duhet, unë kam vështirësi pak të ndëgjoj këtu në studio. Po, kemi shkëputje her pas here, Delvina. A ke ndonjë mundësi që ta rregullosh rjetin apo diçka e tillë? Ndoshta duhet ta bëjmë një shkëputje për të rikthyer vetëm pas pak, që ndoshta të lidhemi edhe një herë me Delvinën, sepse më vjen shumë keq që nuk po mundemi ta ndëgjojmë ashtu siç duhet. E bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do të kthehemi më një herë pas pak. Ja, ku këtëm prapë, ndërkohë po tentojmë që ta bëjmë bisedën me Delvinën edhe një herë. Në qoftë se po na dëgjon, Delvina, përshëndetje.
të ju. Apo na ndëgjon? Po, dëgjoj. Po, mirë, si duket e kemi pak më mirë zërin, në mënyrë që të kemi mundësi sa do pak të e zhvillojmë bisedën. Nuk e din që ose patën shikuesit mundësi të dëgjojnë në fillim, gjithsesi na fol pak për libra tu. Po, nëse të këtani, marit të pjesisht, në andrët të posë dhe për të cilat libra jam përsuar i është sot është në një pojnë nga që ka marrë sot në vitin e tjertë nga Liga Shqiptare dhe Kosovës parë në pjesë që janë pjesë e manifestimi teatral në pojnë. Kështë që e rej në mosh Delvina, më duhet të ndërpres, si që duket kemi probleme teknike, nuk po mundemi ta zhvillojmë bisedën për të kuptuar këtu në studio. Më vjen shumë keq për këtë situatë, unë juftoj të t'jemi drejt për së drejti këtu në 410 atëherë kur ju keni mundësi. Për momentin, si që duket nuk është se kemi gjetur në ndonjë formë për të funksionuar kjo lidhje. Më vjen keq shumë, por doj që të përgjigjem pjesës në studio. Ju mirë presim dhe faleminderit shumë. Më vjen shumë keq. Faleminderit nga